Sot do t'ju rrëfej historinë e një shqiptari që bëri një akt heroizmi që të lë pa fjalë. Në Francë, një zjarri i madh kërcënoi jetën e disa fëmijëve, por ky burr guximtar nuk u mendua dy herë. Ai vrapoi drejt flakëve, duke rrezikuar jetën e tij, vetëm për të shpëtuar ata. Një histori që tregon se heroizmi nuk njeh kufi, dhe zemra e njerëzve të mirë mund të bëjë mrekulli në çaste të vështira. Shpëtimi heroik në zjarr. Në një qytet të bukur francez, ku rrugët e ngushta shtriheshin nën hijen e ndërtesave të vjetra, një ditë e zakonshme u shndërrua në tmerr. Një zjarr i papritur shpërtheu në një apartament në katin e tretë të një pallati të vjetër. 12 fëmijë, që po luanin të pafajshëm në dhomat e tyre, u gjetën të bllokuar nga flakët dhe tymi i rënd. Paniku përhapej shpejt, dhe çdo sekond që kalonte rritej rreziku i jetës së tyre. Në këtë moment, ndërsa fqinjet po thërrisnin zjarfiksit dhe shikonin me tmerr nga dritaret, një burr i lindur në Shqipëri, i quajtur Arben, ndodhej në rrugën pranë pallatit. Ai ishte i njohur në komunitetin lokal për shpirtin e tij të fortë dhe gatishmërinë për të ndihmuar të tjerët pa hezitim. Kur dëgjoi britmat e fëmijëve dhe pa tymin që dilte nga apartamenti, diçka brenda tij u ndez më fuqishëm se çdo frikë. Një ndjenjë papërmbajtshme përgjegjësie dhe guximi. Pa menduar dy herë, Arbeni vrapoi drejt ndërtesës. Flakët që dilnin nga dritaret dhe tymi i dendur nuk e ndaluan. Ai dinte se çdo sekond ishte e çmuar. Arriti në hyrje dhe pa shkallë të mbushura me tym. Një frymë e fortë e dëshpërimit dhe frikës e rrethoi, por ai mbajti qetësinë. Duke përdorur çdo njohuri të mundshme për evakuimin e sigurt, ai filloi të ngjitej me shpejtësi, duke thirrur fëmijët të ndiqnin zërin e tij. Kur arriti në katin e tretë, pamja që i shfaqej ishte e tmerrshme. Flakët kishin përfshirë pjesë të dhomës, ndërsa fëmijët ishin të paralizuar nga frika. Ai i thiri një nga një, duke i nxjerrë jashtë në krahët e tij, ose duke i mbajtur dorën fort për të mos u humbur në tym. Secili fëmijë që dilte, i shoqëruar nga zëri i sigurt i Arbenit, ndihej si një shpëtim i mrekullueshëm. Fqinjet që ndjeknin nga poshtë nuk mund të besonin atë që po shihnin. Një shqiptar, një njeri i zakonshëm, po bënte të pamundurën për të shpëtuar jetët e të vegjëlve që kurrë nuk i kishte takuar më parë. Zemrat e tyre ishin të mbushura me mirënjohje dhe habi. Ndërkohë, zjarfiksit mbërritën dhe gjetën Arbenin duke nxjerrë fëmijë pas fëmije, të gjithë të sigurt jashtë ndërtesës. Por historia nuk mbaron këtu. Çdo fëmijë që i shpëtoi flakëve, mbante një kujtim të përjetshëm të guximit dhe sakrificës së tij. Ai nuk kërkoi lavdërime, nuk donte asnjë vëmendje mediatike. Për Arbenin, e rëndësishme ishte vetëm që fëmijët të ishin të sigurt. Ky ishte vetëm fillimi i një historie që do të bëhej frymëzim për komunitetin, një tregim për guximin, sakrificën dhe fuqinë e zemrës njerëzore. Një shqiptar në Francë, një hero i heshtur, kishte treguar se heroizmi nuk ka kombësi, por vetëm zemër. Reagimet dhe mirënjohja e komunitetit. Pas momentit të tmerrit dhe shpëtimit heroik, atmosfera përreth ndërtesës filloi të qetësohej. Fëmijët, ende të dridhur nga përvoja, u mblodhën në trotuar, të mbështetur nga fqinjet dhe zjarfiksit që sapo kishin mbërritur. Por syri i tyre, megjithse i mbushur me frikë, gjithashtu shihte njeriun që kishte qenë për ta një engjëll shpëtimi. Arbeni qëndronte pranë tyre, me rrobat e djegura nga tymi dhe me flokët e njoma nga djersa, por fytyra e tij mbante një qetësi të jashtëzakonshme. Një nga fëmijët, një djalë i vogël rreth 6 vjeç, eci drejt tij me hapa të pasigurt, duke i shtrirë dorë. Ju shpëtuat mua dhe motrën time. Faleminderit, tha me zë të dridhur. Arbeni e përqafoi dhe i tha thjesht, tani jemi të gjithë të sigurt. Nuk ka më frikë. Fjalët e tij, të thjeshta dhe të fuqishme, ishin një ngushëllim i madh për të vegjëlit. Fqinjet filluan të mblidhnin rreth tij. Një grua e moshuar, e cila kishte vëzhguar çdo moment nga dritarja e saj, nuk mund të përmbante lotët. Ju jeni një hero. Nuk di si t'ju falenderoj mjaftueshëm, tha ajo, duke i ofruar një batanie dhe ujë. Arbeni, me modestin që e karakterizonte, vetëm buzëqeshi dhe tha, gjithçka që bëra ishte për fëmijët. Nuk kam bërë asgjë të veçantë. Ndërkohë, zjarfiksit filluan të raportojnë për dëmet e shkaktuara nga zjarri dhe për mënyrën se si veprimet e Arbenit kishin ndihmuar për të shpëtuar jetën e të gjithë fëmijëve. Komandanti i zjarfikësve e quajti veprimin e tij një shembull të guximit dhe profesionalizmit, edhe pse Arbeni nuk ishte pjesë e ekipit të emergjencës. Për gazetarët që mbërritën për të mbuluar ngjarjen, Arbeni ishte një mister dhe një inspirim. Ata e pyesnin, si arritët të qëndroni kaq të qetë përballë flakëve? Ai u përgjigj me një thjeshtësi të jashtëzakonshme.
kur shikon jetën e një fëmije në rrezik, nuk ka vend për frikë. Vetëm veproni. Dita vazhdoi me një ndjenjë të fortë mirënjohjeje në komunitet. Fqinjet filluan të sjellin ushqime dhe veshje për fëmijët, duke treguar solidaritetin e tyre. Çdo sy ishte i mbushur me respekt dhe admirim për shqiptarin që kishte bërë atë që shumë të tjerë nuk do të kishin guxuar. Por Arbeni nuk kishte përfunduar me këtë. Ai e dinte se përveç shpëtimit fizik, fëmijët kishin nevojë për mbështetje emocionale. Ai qëndroi pranë tyre, u tregoi se nuk ishin vetëm, dhe u sigurua që secili të ndjehej i mbrojtur. Për shumë prej tyre, ai nuk ishte vetëm një shpëtimtar. Ishte një shembull i kurajes dhe i shpresës, një kujtesë se në momentet më të errta, një zemër e guximshme mund të bëjë mrekulli. Në këtë mënyrë, veprimi i tij heroik nuk mbeti vetëm një ngjarje rastësishme, por u bë një histori që do të rrëfehej gjatë viteve në komunitet, një histori që frymëzonte të gjithë për të vepruar me guxim dhe zemër të hapur. Momente të dramatike dhe rreziku i afërt. Flakët në katin e tretë të pallatit kishin filluar të përhapen me një shpejtësi frikësuese. Dritaret shpërthyen nga nxehtësia. Tymi mbushte çdo cep të korridorit, dhe çdo hap i Arbenit drejt fëmijëve ishte një rrezik i madh. Megjithatë, zemra e tij nuk u tundua. Ai dinte që çdo sekond ishte e çmuar dhe se fëmijët prisnin vetëm atë. Në një dhomë, ai gjeti një binjak të vegjël të mbërthyer nën tryez, duke qarë me tmerr. Arbeni ju afrua dhe me butësi i nxorri jashtë, duke i mbajtur në krahët e tij. Sapo doli nga dhoma, një pjesë e tavanit ra për një çast pranë tyre. Një stuhi tymi dhe pluhuri përhapej në ajër, por ai nuk ndali. Mbrapa te unë, gjithçka do të shkojë mirë, tha ai, duke përdorur zërin e tij për të qetësuar frikën e fëmijëve. Një fqinj që po ndihmonte nga jashtë e vuri re dhe i thiri zjarfiksve. Ai po i nxjerr të gjithë fëmijët jashtë vet, por zjarfiksit, të habitur nga guximi i tij, e dinin që çdo veprim i tij shpëtonte minuta jetësore. Ata filluan të hapnin rrugën për të, duke u siguruar që Arbeni të mund të lëvizte lirshëm, ndërsa nxirrte fëmijë pas fëmije. Në korridorin tjetër, ai gjeti një vajzë të vogël që kishte frikë të lëvizte. Ai ul kokën pranë saj dhe i tha: "Shiko mua, gjithçka është në rregull. Ti je e sigurt." Me kujdes, e ngriti dhe e mbajti në krahët e tij, ndërsa flakët filluan të afroheshin. Zemra e vajzës rrite fort, por besimi në Arben i dha forcë të vazhdoj. Ndërkohë, një zjarr i vogël në një dhomë tjetër kërcënonte të përhapej në korridorin ku Arbeni sapo kishte kaluar. Ai ktheu kokën dhe pa se gjithçka mund të shkatërrohej në çast, por nuk kishte kohë për të menduar frikën e tij. Me vendosmëri, vazhdoi të nxirrte fëmijët, duke u mbështetur në instinkt dhe guxim. Kur arriti të gjithë jashtë, secili fëmijë ishte i sigurt, por lodhja dhe tensioni kishin lënë gjurmë. Ai u ul për pak, duke marrë frymë thellë, ndërsa fytyrat e vogla e shikoni me admirim dhe mirënjohje të thellë. Çdo lot që rrithe nga fëmijët, çdo përqafim që i dhan, ishte një shpërblim që askush nuk mund ta blinte me para. Kjo pjesë dramatike e shpëtimit tregoi më shumë se çdo gjë tjetër guximin e jashtëzakonshëm të Arbenit. Ai nuk ishte vetëm një njeri që veproi për të shpëtuar fëmijët. Ai ishte një simbol i shpresës dhe heroizmit në çastet më të errta. Për fqinjet dhe komunitetin, ai ishte një shembull i qartë se kur dikush vepron me zemër të pastër, nuk ka flak që mund ta ndalë. Falënderimi dhe njohja e heroizmit. Pasi flakët u fikën dhe tymi u shpërnda, qyteti i vogël francez u mbush me një ndjenjë të thellë mirënjohjeje dhe respekti për shqiptarin që kishte bërë të pamundurë. Familjet e fëmijëve u mblodhen rreth Arbenit, secila duke u përpjekur të shpreh falënderimet që ndjenin në zemër. Nëna e njërit prej fëmijëve, ende me lot në fytyrë, e mbajti dorën e tij dhe tha me një zë të dridhur: "Ju shpëtuat jetën e fëmijës sime. Nuk ka fjalë që të përshkruajnë mirënjohjen tonë." Arbeni buzëqeshi me modestinë e tij të zakonshme dhe ju përgjigj: "Gjithçka që bëra ishte për ta. Asgjë më shumë." Por shikimi i saj dhe përqafimi i ngrohtë e bën të ndihej se veprimi i tij kishte një peshë shumë më të madhe se sa ai mendonte. Qyteti i vogël filloi të mbajë një mbledhje simbolike në sheshin kryesor për të nderuar guximin e tij. Fqinjët, zjarfiksit dhe njerëz të panjohur u mblodhen, secili duke shprehur respektin dhe mirënjohjen. Një nga zjarfiksit u ngrit dhe tha: "Çfarë ndodhi sot nuk do të harrohet kurrë. Arbeni nuk është vetëm një hero për fëmijët. Ai është një shembull për të gjithë ne." Fëmijët, që sapo kishin kaluar frikën më të madhe të jetës së tyre, ju afruan dhe e përqafuan, secili duke përshpëritur faleminderit. Ai ndjeu një gëzim të thellë në zemër, një ndjenjë që nuk mund të krahasohej me asnjë lavdi apo titull. Arbeni e kuptoi atë që çdo veprim i mirë,
çdo sakrificë e bërë për të tjerët, kthehej gjithmonë në dashuri dhe respekt. Gazetarët filluan të mbulojnë historinë e tij, duke nxjerrë në pa heroizmin dhe vendosmërinë që kishte treguar. Por Arbeni nuk kërkonte famë. Ai dëshironte vetëm që historia e tij të frymëzonte të tjerët të vepronin me guxim dhe zemër të pastër. Ai donte që çdo njeri të kuptonte se heroizmi nuk ka kombësi, nuk ka moshë dhe nuk ka kufi, është vetëm vendimi për të bërë atë që është e drejtë në momentin më të rëndësishëm. Komuniteti i qytetit francez u bashkua në një mënyrë të veçantë. Ata organizuan një ceremoni të vogël për të nderuar Arbenin dhe vendosën një pllakë përkujtimore pranë pallatit ku ndodhi zjarri, si kujtesë e përjetshme se guximi dhe zemra e pastër mund të ndryshojnë jetët e njerëzve. Në atë ditë, Arbeni nuk ishte vetëm një shpëtimtar. Ai ishte simboli i shpresës, heroizmit dhe njerëzillëkut që ekziston brenda çdo zemre njerëzore. Historia e tij do të rrfejë për breza, duke kujtuar të gjithëve se një akt i vetëm guximtar mund të bëjë një ndryshim të madh në botën e dikujt tjetër. Pasojat dhe reflektimi personal i heroizmit. Ditët pas shpëtimit ishin të mbushura me emocione të forta, jo vetëm për fëmijët dhe familjet e tyre, por edhe për Arbenin. Ai nuk kërkonte njohja apo vëmendje, por e kuptoi shpejt se veprimi i tij kishte lënë një gjumë të thellë në komunitet. Fqinjet vazhdonin ta përshëndesnin me respekt, duke i treguar se sa shumë e vlerësonin guximin e tij. Çdo përqafim, çdo fjalë falënderimi, ishte një kujtim i paharrueshëm se një akt heroik mund të ndryshojë jo vetëm jetën e atyre që shpëtohen, por edhe jetën e personit që vendos të veprojë. Arbeni filloi të mendonte më thellë për jetën e tij dhe për vlerat që e kishin udhëhequr gjithmonë. Ai kuptoi se heroizmi nuk është vetëm në momentet e tmerrit, por edhe në vendimet e përditshme për të ndihmuar të tjerët. Çdo ndihmë, çdo mbështetje që mund të ofrohet për dikë në nevojë, është pjesë e të njëjtës zemër të guximshme që e kishte shtyr atë të ngjitej në atë kat të tretë dhe të shpëtonte fëmijët. Në fëmijët që shpëtoi, ai pa reflektimin e veprimeve të tij. Sytë e tyre ishin plot shpresë, besim dhe dashuri për jetën. Prindërit vazhdonin ta falenderonin me lotë dhe përqafime, dhe ai kuptoi se ndonjëherë shpëtimi i jetës nuk ka çmim. Kjo ishte mësimi më i madh që kishte marrë ndonjëherë. Në qytetin francez, historia e shqiptarit hero u bë një legjendë lokale. Shkollat filluan të flisnin për guximin dhe solidaritetin, duke përdorur Arbenin si shembull për brezat e rinj. Ai nuk e kishte kërkuar këtë njohje, por e pranoi me qetësi, duke kuptuar se çdo rrëfim që frymëzon dik tjetër të veprojë me zemër të hapur, është një shpërblim më i madh se çdo medalje. Në fund, Arbeni mbeti njeriu modest dhe i thjeshtë që ishte gjithmonë, por me një ndryshim të madh brenda vetes. Ai e kuptoi fuqinë e veprimeve të pakta, por të vendosura me zemër të pastër. Historia e tij nuk ishte vetëm për shpëtimin e fëmijëve, por për mësimin se një njeri mund të bëjë ndryshime të jashtëzakonshme në botën e të tjerëve, vetëm duke vepruar me guxim dhe dashuri. Ky ishte momenti kur komuniteti dhe Arbeni e kuptuan së bashku se heroizmi nuk është gjithmonë nëpërmjet medaljeve apo njohjeve të mëdha. Heroi i vërtet është ai që del për të bërë të drejtën kur askush tjetër nuk guxon. Dhe për fëmijët që shpëtoi, për fqinjet dhe për të gjithë qytetin, Arbeni do të mbetej përjetësisht një simbol i shpresës, guximit dhe zemrës njerëzore që nuk dorëzohet kurrë.